I Gjeum na përgatit fundjava me rreshje rrezik për vërshime ujë në zonat urbane. Instituti i Gjeoshkencës ka ndarë një parashikim mbi situatën meteorologjike të kësaj fundjave. Sipas të dhënave të motit, e diela do të shoqërohet me rreshje shiu në pjesën më të madhe të qarqeve në vend, teksa nuk do të mungojnë as rreshjet e dëborës në zonat malore. Po ashtu paralajmërohet se nga rreshjet mund të krijojnë probleme të ndryshme si rënje gurësh e inertesh dhe vërshime të ujit në zonat urbane. Ditën e diel priten rreshje mesatare deri lokalisht intensive në qarqet Dibër, Lezhë, Tiranë, Durrës, ndërsa në qarqet Shkodër, Elbasan dhe Fier priten rreshje mesatare. Në qarqet e tjera priten rreshje të dobta deri lokalisht mesatare. Rreshjet pritet shoqërohen me shtrëngata në zonat malore në lartësinë mbi 1100 metër nga niveli i detit. Rreshjet do të jenë në formë dëbore. Shtrëngatat dhe intensiteti i lartë i rreshjeve mund të krijojnë probleme të ndryshme si rënje gurësh e inertesh dhe vërshime të ujit në zonat urbane të lokalizuara në varësi të sistemit të kanalizimeve në qarqet Dibër, Lezhë dhe Durrës. Temperaturat minimale dhe maksimale pritet të arrijnë. Në Bregdet 10-15 gradë Celsius, në vendet e ulta 8-15 gradë Celsius dhe në vendet malore 2-11 gradë Celsius. Era pritet të fryejë lehtë deri mesatare.